Përshëndetje të nderuar shikues të kanalit tonë Bletaria Shqip. Mirë se vini në pjesën e 4 të episodit 365 ditë në një koshere. Por para se të nisim punën në kosherën numër 5, kemi disa informacione të rëndësishme për juve ndjekës të dashur. Kështu që ju lutem vetëm 2 minuta vëmendje për këto informacione që do t'i mirni në vazhdim. Halil, kemi arrit numrin 10.000 abonent. Kanali më i madh për bletari në gjuhën shqipe, me mbi 200 video, 10.000 abonent në YouTube, gati 5.000 ndjekës në Facebook dhe 5.000 ndjekës në TikTok. Puna jonë vazhdon. Para 3 viteve me Halilin filluam kanalin ton Bletaria Shqip dhe ja ku jemi sot me 10.000 ndjekës. Por Halil, unë mendoj se deri tani kemi bën një punë të madhe, ashtu siç edhe na thojnë shumë komentues të kanalit ton, por sot deshtëm t'ju informojmë se nga dita e sotme ne kemi vendosur që videot tona, ose më saktë disa nga videot tona, të kanë mundësi t'i ndjekin vetëm antarët të cilët do t'jenë në grupin Bletaria Shqip. Jo abonentët, por antarët e kanalit Bletaria Shqip, sepse YouTube mundson anëtarësim në kanal. Kjo për arsye që do të na tregoj edhe Halili më saktë. Dhe jo rastisht, kjo e ka edhe arsyen e vet, nga se për 3 vite angazhim ne banëm domethënë video të ndryshme për dashurinë cilën e kishme ndaj bletës, mirë po e pam që është e nevojshme që të kemi edhe mjete financiare për të realizuar video edhe më cilësore, edhe më kualitative, edhe më tematika më të ndjeshme. Andaj si rezultat i këtij angazhimi për t'ju afruar juve të nderuar miq të kanalit ton Bletaria Shqip video më cilësor dhe më kualitative, neve na duhet patjetër që të kemi edhe antarësi në YouTube. Këta nuk e bëjmë për veten tonë, por e bëjmë për t'ju afruar juve video më cilësore dhe më kualitative dhe më profesionale. Kjo nuk do të thotë se gjitha videot do të jenë me antarësi, mirë po do të ketë ndoshta disa video të cilët do të jeni të kufizuar për të mos patur mundësi t'i ndjekni në qoftë se nuk jeni antar në Bletaria Shqip. Atëherë, antarësia jonë është diçka simbolike. Ajo antarësi do të jetë dikun te 2 euro, maksimumi 2 euro e gjysmë. Domethënë 2 euro e gjysmë, maksimumi një antarësi në kanalin tonë Bletaria Shqip. Besoj se nuk është një sumë e madhe për gjithë ata që spaku kanë dëshirë dhe e dojnë bletën dhe janë të interesuar të mësojnë diçka më tepër në lidhje me bletarin. Nuk besoj që është një shumë e madhe për t'u aprishur ekonominë e tyre familjare. 2 euro mund të jetë dikun më pak se një pako cigare që e konsumojnë njerëzit, po kjo bëhet vetëm neve për të na motivuar edhe më shumë dhe ne të ju afrojmë juve video më cilësore dhe më kualitative. Andaj shpresoj që të keni kuptim dhe mirë kuptim për gjitha videot që do t'i afrojmë me anë të antarësisë, jo se neve po dojmë të ju mundojmë lidhje me antarësinë, por e kemi të nevojshme pjesën financiare për të pas mundësi të afrojmë video më kualitative. Edhe një herë, nga zemra ju falenderojmë gjithë ata abonent të cilët janë 10.000 ndjekës të sinqert, të rregull të kanalit ton Bletaria Shqip. Gjithashtu i falenderojmë gjithë ndjekësit të cilët i kemi në Facebook dhe janë dikundi e përmendje dhe pajtimi gati të 5.000 abonent. Po ashtu edhe ndjekësit tanë të cilët i kemi në TikTok dhe janë dikun deri në 5.300 ndjekës. Nga zemra ju falenderojmë dhe shpresojmë që të na mirë kuptoni
për këtë situatë cilën po afrojmë edhe po sjellni sot. Nga sot epizodën e radhës, do të thonë edhe këtë epizod do të kenë mundësi ta ndjekin falas pa pagesë prej epizodës tjetër, ndoshta do të ketë nevojë që të ketë një antarësi nga 2 euro. Antarësia, po, antarësia është 2 ose 2 euro e gjysmë në muaj, që vjen dikon brenda vitit 20 ose 25 euro. Është një shumë, mendoj se shumë simbolike brenda vitit 25 euro. Këto shuma materiale do shfrytëzohen për kanalin. Më thonë sepse në të ardhmen do të fillojmë edhe vizita në për kopshte të bletaries në bletar profesional dhe me përvojë. Dhe jo vetëm në rajonin e Maqedonisë, por edhe jashtë kufive të Maqedonisë, ndoshta edhe në pjesën e Evropës. Dhe për këtë këto, patjetër që na duhet edhe ndihma financiare. Atëherë, pajtim ne vazhdojmë me epizodën e re, pjesën numër 4 në kosherën numër pjesë. 365 ditë në një koshere, seriali numër 4. Fillojmë. Shikues të nderuar, kush nuk e ka pa epizodën e 3, mund ta ndjekë dhe të shohë veprimet që i kemi bën. Domethënë ka qenë rakada e katëve dhe disa lëvizje të kornizave. Nuk po dërgoj më shumë informacione me qëllim që të ndiqni pjesën numër 3. Pak simetrika. Alil, kjo pjesa e kolonisë. Fali. Se pjesa e jashtme nga kornizat. Duket mirë? Disa informacione të shkurta. Kjo është dyta e 21. Domethënë 21 ditë nuk e kemi kontrolluar fare koloninë. Moti nuk ka qenë shumë i mirë, ka pas diell, ka pas rëndësira, domethënë disa ditë ka qenë shumë ftohtë, domethënë 1 maj, 2, 3, 4 deri në 5 maj, me sa më kujtohet ka qenë nata shumë e ftohtë deri në 1 gradë ose 0. Domethënë kanë pas gjitha bletët, gjitha kolonitë në zonën ku jemi këtu, me sa e di edhe gjithë Ballkanin, ka përfshin një ftoft i cili ka bërë bllokimin e lëvizjes së kolonive. Kështu që nuk presim ndonjë lëvizje shumë të madhe. Ditën e vazhdim po vjen, kemi shpresë për arsye se na jep temperatura të jetë mbi 20 gradë dhe ka lulëzu me të madhe bagremi. Shpresojmë që ta fitojmë akacia ose akacia. Kështu që do të bëjmë lëvizjet e radhës në koloni. Por ta bëjmë këtë lëvizje do të shohim detajisht, patjetër detajisht, shohim ku kemi pjellin, ku kemi mbretreshën, ku jemi, ku jemi gjithçka. Por çata edhe kemi nisë këtë serial. E japim pak tim. Kolonia duket të qetë, po këto bletë që po mësjellën në kollakrijes edhe ka kamera atje, janë pi kolonive tjera. Se kemi punu gjithë ditën, në parke dhe pak i kemi në bo nervoz. Ja, shifat këto kemi dhe më thonë pjesë mashkullore, nektartë freskat, shife Alil, më thonë. Ja, këto më të mëdhej shka janë me shkuj. Pjesa e nektarit dhe polen pak. Po e largoj monësh këto. Shkojmë kornizën e ditë me radhë. Edhe korniza e ditë e ngjashme. Nuk po him shumë detale, pi përfshin më shumë me fjalë. Është vezë, ka vezë të reja. Domethënë korniza me vezë të reja, i shohun, Me pjellë të mbyllur. Pjellja perfekt. Tash ka rëndësi çdo kornizë që e shohim. Kemi mbane mend, kemi pjellë të mbyllur. Pjellë e mbyllur. Dhe pjellën e ka për mashallah. Mbretreshën e kemi një më mbretresh. Edhe ja, mbretresh e kështë. Dul nga ona tjetër. Ok. Dul nga ona tjetër. As nga ona tjetër në mes. Nuk po nxjerr, nuk po del në dritë. Ja. Nuk po del në dritë. Po rrin në errësirë. Okej.
Këtu e kemi mbretreshën. Mm. Në këtë kornizë e kishim mbretreshën, sigurisht që do të lëvizet, duhet ta gjejmë mbretreshën dhe na duhet. Pse na duhet mbretresha, do ta shohmi pas pak. Pjellje. Edhe nga ana tjetër. Kornizat mos ma bëzeni për të madhe pjesëjellje kështu pak si jo në mënyrë e duhur, po përvoja vend vetën. Pjellje, nektar, kështu me radhë. Vestraja. Pjellje mashkullore. Alila, je këtu në fokus. Nektar, në pastër. Dhe që shto kur e lunë me kornizët e rrë. Okej, u më mirë se shifët se kanë sjele. Shere kornizë? A shef këtu? Ku më rëshiti korniza? Shive nektari? Nëse dëni me ditë se ka prurje, mund t'ja bojmë kështu. Alil, nëse mundesh me kap këtë pjesë. Në kështu në korniza. Kë na jep me tregu se kemi, më thonë, nektar kollos të mirë. Më thonë, kjo kollos ka fillu këto dy ditë, sepse deri tash nuk kanë pas mundësi ta marrin. Katin e dy e largojmë. Një ditë pa hap. E pas kanë... Pas ka dhe pish pak. Lëvizjet e radhës nuk mund t'i bojnë pa i gjendjen e gjithë kornizave. Polen, meshkuj, ushqim, full me meshkuj. Ja, këto janë meshkuj. Shif. Meshkujt zakonisht qëndrojnë në, zakonisht jo, po çdo herë qëndrojnë në kornizat e skajt aty ka ushqim. Numri i madh, aktive të papjekur, se të pjekurit gjithë ditën janë jashtë. Edhe kjo është njëjtë. Meshkuj, polen. Kornizë me mjalt. Tash, këta lëjmë jashtë. Pse? Se dëshkojnë në katin e dytë. Kolonia për shkak se katin e dytë e pa të bllokuar, ka fillu ta hedhë nektarin këtu. Vezë të reja, poshtë. Vezë të reja dhe të mbyllura larva pjellë mashkullore. Okej. Qëndron këtu. Pjellë mbyllur. Pjellë mbyllur. Kornizë bosh, jashtë. Kornizë me mjalt. Atëherë çka bojmë? Edhe këtë jashtë. Mbretreshën do ta zbresim në katin e parë. Nuk besoj se në kornizën ku e lam. Halil, me që filloj e zoni, do ta ndalin videon, do ta gjejmë mbretreshën. Atëherë pajtim?
E gjetëm mbretëreshën, i kishim shumë kollaj me që është shënuar. Në qoftë se nuk i keni mbretëreshat e shënuara dhe keni vështirë për ta gjetë dhe doni ta vendosni në katin poshtë, atëherë çka mund të bëjnë Halil? Kështu si ja gjendja e kornizave, mund ta vendosim një kat bosh, Halil, mund ta vendosim një kat bosh dhe t'i shkundim kornizat e katit dytë rend me rend. Dhe mbretëreshën e kemi sigurt poshtë. Kjo bën një tallavi e madhe, po në qoftë se qeni sigurt. Këto janë mbretëresha me një kornizë, domethënë ku kemi edhe larva të mbyllura, edhe pjellë dhe vezë. Kështu që e zhvendosin komplet siç është me gjithë mbretëreshën me shumë kujdes. Okej. Tash çka bëjmë? E marrim ku kemi pjellje të mbyllur. Më thonë, shofmi pjellje të mbyllur, ku kishim? Ja. Pjellje e mbyllur, edhe kolonia shife se që ka vonë. Eqim tjetë sepse në gjitën kornizat në pengon. E zhvendosim në katin e dytë. Që kur të linde kjo gjenerat, lirohet vendi për mjalt. Këtu thamë se kishim një kornizë bosh ku kishte fillu kolonia të hedhe mjalt, ishte kornizë në katin e parë. Ne e dërgojmë në katin e dytë në skaj. Këto lëvizje që po i baj Halil, t'jemi të qartë. Nuk do të thotë se ju të veproni ngjajshëm. Kjo një teknikë që unë e përdori. Dikush përdor tjetër teknikë. Domethënë. Këto kishim, domethënë, kornizën e skajt me meshkuj dhe ushqim. E vendosim siç është në skaj. Perfekt. Por të konë më qartë, ja dhe njerë do t'i kontrollojmë kornizat. Kornizë bosh. Mbretëresha ka hapësirë për vezë. Kornizë me ushqim dhe qeli të lira. Perfekt. Kornizë me pjellje. Del kjo gjenerat, këtu ka hapësirë. Mbretëresha ka mundësi të lëshoj vezë. Korniza me gjithë mbretëreshën që vendosëm. Kornizë me pjellje. Kjo gjenerat do të lindë dhe do të lirohen qeli tjera për mbretëreshën. Kornizë bosh. Perfekt për pjellje. Edhe kjo është një kornizë dikun me nektar, dikun me polen dhe disa qeli bosh. Perfekt. Këto në skaj kemi polen. Këto kornizat janë gjitë, këto së është mirë kjo. Halil, e shkëna ngellet është diafragma. Një sekund. Ne i përdorim këto diafragma që kanë me korniza druri, të cilat kanë edhe port për daljen e meshkujve të cilat ngelin në katin e dytë. Arsia pse vendoset diafragma, pa kem shkurtimisht? Arsia pse vendoset diafragma është bllokimi i mbretëreshës në katin e dytë dhe mjaltin ta kemi pa pjellje fare. Sepse në disa korniza mbretëresha mund të hedh pjellje dhe po ashtu bletet punëtore të vendosin mjalt. Pastaj për ta marrë është pak problematike. Pajtim, disa herë kemi edhe komente të ndryshme edhe tash ju dëgjova duke thonë pjellje. Pse i thuhet pjellje, vlla, konkretisht? A ke mundësi të na shpjegojsh pse pjellje? Pse pjellje përdoret dhe jo vezë? Mire kje, sepse kishim disa komentues që thanë se mbretëresha nuk pjell, por pjellin ka fshët. Këto
termi pjellje në bletari është term profesional. Por arsye se kur themi pjellje përfshin vezët, përfshin larvat 1 ditore, 2 ditore, përfshin pupat ose pjellën e mbyllur, përfshin gjithçka që ka një kornizë, prandaj përdoret termi pjellje. Dikush tha sepse nuk thoni ka bon vezë, po atëherë ku mbetin larvat. Ku mbetën domethënë pjellja më e vjetër. Qemi qartë, termi pjellje i referohet gjithçka që ka në kornizë, pra riprodhim i gjeneratës. Kjo është Ali. Do thonë, Qemi qartë edhe njerë për kontrollojmë katin e ditë, çka kemi vendosur katin e ditë. Po. Kornizë me mjaltë, që po lëm jashtë. Pas kanë fillu të hedhin. Kornizë me ushqim. Ka polen edhe mjaltë, mjafton poshta polen që ishte. Nuk mund të dërgojmë shumë se bllokohet. Pjellje e mbyllur. Ka hapësirë për mjaltë, do të çele kjo dhe vendosim mjaltin. Ka hapësirë për mjaltë, çel gjenerata, vendoset mjalti. Njëkohësisht ka hapësirë edhe kjo, për ta vendosur ushqimin. Pjellje, linë gjenerata, vendoset ushqimi. Linë gjenerata, vendoset ushqimi, po ashtu ka dhe vend edhe për ushqim. Ju thash mos ma zëndi për të modhe rrotullimin e kornizave, sepse kemi treguar si bëhet, por kështu që kur e përfiton një përvojë, atëherë moti vetëm pse lëviz vetëm me një dorë, kupton. Edhe kjo një kornizë thuajse bosh. Perfekt për mjalt. Kjo vetëm se pas kemi filluar të hedhin këtu. Duket, veç pak. Kthej më edhe pak pa margjinim. Ja. Kjo më e shëndrëshmja, nektar i ri. ja dhe korniza të lagura. Ja. Që kanë sjellë sot ose dje, sepse ditët e para kanë qenë që. Ja dhe kjo është. Ashtë. Pra sot Halil, duke e mbyll kosherën edhe të japim një përfundim, çka kemi bërë sot? Mbretreshën e kemi vendosur në katin e parë për të pas një kontroll të pjelljes dhe në katin e dytë kemi bën vetëm bletët punëtore me pjellje të mbyllura. Sepse në momentin kur të lindin ato, lirohet vendi për mjalt. Kujdes. Preferohet kontroll pas 7 dite. Pse? Sepse shpesh herë kur kemi vezë të reja në katin e dytë, mungesa e fermonit, disa bletë nxisin çibuk amzor. Fillon kolonia të krijojë amzor në katin e dytë. Kështu që nga sot 7 ditë bëhet kontrolli i kornizave në katin e dytë, mos rastësisht kolonia ka filluar krijimin e amzorëve. I prishim edhe pas 7 ditëve s'kemi problem sepse mos ka vezë të reja. Ose edhe 5 ditë, nuk është patjetër fiks 7 ditë. Bile në ditën e 5 është më mirë, sepse në qoftë se e marrim ndonjë larvë më të vjetër në ditën e 7, atëherë jemi vonë, mund edhe çibukët të jetë i mbyllur, në qoftë se marrin larvë të vjetër, sepse siç e dim se çibuku për mbretresh mbyllet në ditën e 8 ose në ditën e 9, ka disa mendime. Halil, unë mendoj se i tham ato çka do të më thonë, nëse kam harruar diçka, kujtom se Edhe një herë, domethënë, unë do ta përsëris atë çka e banëm. Domethënë, mbretreshën e vendosëm në katin e parë, ja këtu në katin e parë. Pajtimi i rregulloi gjitha kornizat ashtu siç është e nevojshme për në katin e parë, me pjellje, me larva të hapura, me domethënë me polen cilët i nevojitet mbretreshës për ushqim dhe vend bosh për të pas mundësi të linde mbretresha prap të shloje vezë të reja. Pastaj pajtimi e vendosit diafragmën e vendosim me hapje, ja këtu e keni edhe hapjen, për të pas mundësi që meshkujt të dalin jashtë. Në katin e dytë vendosi pjelljen, e cila është me shumicë e mbyllur, dhe disa korniza që vetë se kanë filluar prurjen ose të nektarit të ri, dhe korniza me pjellje të mbyllur që
të ketë mundësi pas lindjes së asaj gjenerate të deponoje mjaltin në të njëjtën kornizë si ka qenë ampjellja e mbyllur dhe diafragma kuptohet se vendoset për shkak të depozitimit të mjaltit. Të pastër, Faktikisht në katin e dytë veç se bleta më fillon të vendoset të depozoje nektarin dhe pastaj të marmin e mjalt nga kati i dytë. Halil, edhe njësa informacione mos harrojmë. Kur mund ta kontrollojmë? Ju thash se katin e dytë mund ta kontrolloni fiks pas 5 dite, eventualisht krijim të anëzorëve, si rezultati i mungesës së fermonit të mbretëreshës në katin e dytë. Por katin e parë mund ta kontrollojmë dikon pas 10 dite, sidomos nëse keni shumë prurje, sepse në këtë periudhë maj, gjitha mbretëreshat rrisin intenzivisht pjellshmëri dhe ka shans që kolonia në katin e parë të bllokohet. Dhe mos ketë hapësirë, po. Ashtu. Kështu që mund t'i bëjmë një kontroll pas 10 dite, eventualisht maksimalisht 2 javë. Çka bëjmë atëherë? Ngelet të shohim në Episodin e radhës. Numër 5. Patjetër. Patjetër. Te korniza Tek koshere numër 5. 350 në një koshere. Ju përshëndesim Të përshëndetur. dhe shihemi në pjesën e 5. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, e dini, e keni aty një buton i cili dëshmon se keni mësuar diçka duke shtypur like. Mirëmbëngjes.